إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falënderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humb dhe kë humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj dhe drejtoj përpose me lejen e tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër musliman, o ju motra muslimane, ki jani frikën Allahut te baraka wa taala dhe dijeni mirë se nga smundjet më të këqija dhe smundjet më të vështira të cilët e kanë kapluar umetin sot, që e kanë kapluar popullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është dhe shkujdesja nga Kurani famëlart. Po pasha Allahun janë shkujdes muslimanët sot nga Kurani, aq sa nuk e lexojnë, edhe nëse e lexojnë nuk e meditojnë, po edhe nëse e meditojnë nuk punojnë me të. Wallahi billahi tallahi, dhe është për të ardhur keq. E aq më tepër në muajin e Ramazanit, ku Allahu e veçoi duke thënë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Muaji I Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kurani famëlart. Me këtë përgjigje nga Allahu te baraka ve taala. Me këtë lajmë nga krijuesi I gjithësisë I cili të krijoi ty për adhurimin e vet. Allahu tha muaji Kur'anit, në të është zbrit Kur'ani famëlart. Muaji Ramazanit është zbrit Kur'ani famëlart në këtë muaj. Dhe thot Allahu hudan linnas, ky Kur'an është udhëfyes për njerëzit, është udhëzim për njerëzit. Pa I udhëzon njerëzit në rrugën e drejtë dhe I largon nga rruga e keqe. Wa bayinatin min al-huda wal-furqan, dhe ky Kur'an e qartëson rrugën e kot dhe e tregon domethënë rrugën e drejtë. Pa e qartëson se kush është rruga e gabuar dhe të orienton për ke rruga e drejtë. Pa tek rruga që është e dallueshme, është si drita e diellit. Pra o vëllezër, ne nuk duhet shkujdesemi nga ky Kur'an, e sidomos muajin e Ramazanit, sepse në këtë muaj pas ka zbrit Kur'ani siç thot Allahu I madhëruar. Por si është çështja jonë që ne shkujdesemi akoma më shumë edhe në Ramazan, edhe pse në këtë muaj pas ka zbrit Kur'ani? Si është çështja jonë? Wallahi është për qartë se sa në çfarë gjendje kemi ardhur ne si musliman. Profeti alayhis salam u ankua për popullin e vet, për umetin e vet. E tregon Allahu në Kur'an duke thënë wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Tha I dërguari sallallahu alaihi wasallam, o Zoti im, populli im e bojkotun Kur'anin. Populli im e neglizhon Kur'anin. Populli im nuk po lexon Kur'anin. Populli im nuk e mediton Kur'anin. Populli im nuk punon me Kur'anin. Kur Kur'ani thot fal namazin, populli im nuk e fal namazin. Kur Kur'ani thot agjëro Ramazanin, populli im nuk agjëron Ramazanin. Kur Kur'ani thot ulni shikimet, populli im nuk e ul shikimet nga harami. Kur Kur'ani thot jepni zakatin, populli im nuk e japin zakatin. E kështu me radhë, ky është bojkotimi I Kur'anit o vëllezër, që sot po vrehet shumë qartë. Po dikush do thot, po çfarë jetu thonë hoxh? Se në kotë sot ne ke jo me mira, jo me qindra me mira, për ke me miliona hafiza Kur'anit. Çaj të thonë? Pa Kur'ani po lexohet shumë, sepse ka dhe hafizat që e din përmendësh. Po,
unë të aprovoj atë fjalë që thua dhe të jap të drejtë që ka hafizat Kur'anit, por nuk punojnë me të. Thjesht e lexojnë për me zbukuru zërin e tyre dhe për të marrë një lek. Ama pasha Allah unë nuk punojnë me të. Se të punonin këto miliona hafiza me Kur'anin si çdo Allahu, vallahi gjithë gjendja e botës do ndryshonte. Sikur një hafiz Kur'anit punoi siç duhet sipas Kur'anit, ai ndryshon një lagje të plot, po me miliona, e ndryshon gjithë botën pasha Zotin. Por nuk punojnë ata. Nuk punojnë. Ke sot në shumë xhami, e në shumë vende, e në shumë universitete, kështu më radhë që mësot Kur'ani, po nuk praktikohet. Nuk praktikohet Kur'ani, wallahi. Kur Kur'ani thot sillumi me prindit, ai sillet keq me prindit. Ky është mos praktikim. Kur Kur'ani thot largoj alkoolit, ai nuk i largohet. Ky është bojkotimi i Kur'anit. Subhanallahu alazim. Prandaj t'i kthemi Allahu te bareke ve taala dhe të mos kujdesemi. Profeti sallallahu alaihi wasallam duke treguar vlerën e këtij Kur'ani madhështor tha: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Më i miri për ju është ai që mëson Kur'anin për veten e vet dhe ju mëson ato të tjerëve. Pra më i miri njerëzis je ti nëse mëson Kur'anin dhe pastaj ju mëson të tjerëve. Atë që do të më i miri, ti më i dallueshmi. Pra nuk ka njëri më të mirë se ty, përveç atij që është edhe njësoj si ty, pra që ka mësuar edhe ai Kur'anin. Subhanallah. A nuk do që ti jesh ti njeriu më i mirë në botë? Apo do që ti jesh njeriu më i keq në botë? Allahu na ruaj. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam thot, Kur'ani do të ndërmjetësoj për robin në ditën e Kiametit dhe do t'i thot: "O Allah, unë këtë filanin e privova nga gjumi i natës, pra nuk vinte gjumë vetëm të lexonte mua." Pra çfarë është Kur'ani? Është fjala e Allahut. Vetëm të lexonte fjalën e Allahut. Prandaj o Allah, mos e dono këtë person, pra ndërmjetëson për këtë person. Mos e fut në xhenem o Allah. Dhe Allahu e lejon ndërmjetësimin e tij, pra ndërmjetësimin e Kur'anit dhe e fut në xhenet këtë person. Po ashtu për vlerave të Kur'anit është që profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Kush lexon një gërm tek, një gërm, jo më shumë, merr 10 shpërblime." Një gërm Kur'ani, 10 shpërblime. Një faqe Kur'anit ka afërsisht 3000 sevape, afërsisht, mund këtë edhe më shumë, që i kam numruar se sa faqe ka më shumë gërma. 3000 sevape, a di çfarë do të thotë? Madhështore nëse ti njeriu nuk mund t'i bëj në ditë 3000 gjunahe. Nuk mundes, është e pamundur. Ama i merr 3000 sevape vetëm me një lexim të një faqe e Kur'anit, vetëm me një lexim të një faqe. Dhe nëse ka bërë gabime, Allahu ja fshin për shkak të këtyre veprave të mira që i ka bërë. Si mund neglizhohet ky Kur'an madhështor ku ti me shpërblime madhështore për një gërm? A mund të marrësh për një roman apo për një libër në gjuhë të tjera të marrësh shpërblime të tilla? Jo, nuk mundesh. Përveç se me Kur'anin famlar i cili ka zbritur në gjuhën arabe. Prandaj ky Kur'an duhet shërbej për neve si reflektim, sepse është madhështor. Allahu i madhëruar tha: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Thot Allahu, ky Kur'an udhëzon dhe drejton dhe çon tek rruga më e mirë. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dhe thot i përgëzon ky Kur'an ata që punojnë vepra të mira prej besimtarëve se do t'u jap Allahu shpërblime madhështore. La ilaha illallah. A kuptoni çfarë vlerë të madhe ka ky Kur'an o vëllezër pasha Zotin e Madh? Po si të mos e meditojmë Kur'anin, po si të mos punojmë me Kur'anin, po si të mos jetë udhërëfysi kryesor i jon Kur'ani, kur Allahu thot: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." A nuk po e meditojnë ata Kur'anin, a nuk po e mësojnë ata Kur'anin, a nuk po mendojnë të Kur'anit ata, apo i kanë zemrat e kyçura, thot Allahu. Pa në momentin që ti e larg Kur'anit, e ke lënë në një qofë të shtëpisë dhe e ke lënë të pluhuroset, dije se ti e ke zemrën afër kyçjes. Se Allahu thot as po e logjikojnë, as po e meditojnë, as po e lexojnë, se po se lexojnë se meditojnë dot. As po e meditojnë thot Kur'anin, apo i kanë zemrat e kyçura. Prandaj ti vëllai i cili e ke lënë Kur'anin të mze pluhën në një cep të shtëpisë tënde, dije mirë se vallahi nuk e ke punën mirë me Kur'anin famëlar. O vëllezër, si mos të krenojmë me Kur'anin, kur ky Kur'an i ngriti popujt arab,
Arabët ishin barit dhe vesh dhe delesh. Pa ishin kategoria më e ulët e shoqërisë, po ta marrësh nga një ana e shoqërisë. Ama me Kur'an Allahu i ngriti. Allahu me Kur'an e ngriti popullin arab. Subhanallah, nga barit dhe vesh ata u bën miliarderat, pasur dhe domethënë ju kthyn fes Allahu nga një kafshëri që vrisnin, i fusnin vajzat të gjalla në varr, kur erdhi Kur'ani ja ndriçoi mendjet. Ky Kur'ani ngriti ata. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, siç tregon Omeri radhiyallahu anhu, se Allahu me këtë Kur'an i ngre disa popuj dhe i ul disa të tjerë. Prandaj, nëse një popull edhe pse lexon Kur'anin, nuk është i ngritur, po postrohet, dini se ai nuk punon me Kur'anin, e lexon thjesht sa për të kaluar radhën. Wallahi, se shfjalë e profetit sallallahu alaihi wasallam i cili thot, me të vërtet Allahu disa popull me këtë Kur'an i ngre, e disa i ul. Pse i ul? Sepse nuk e praktikojnë. O vëllezër, prej bojkotimeve të Kur'anit është edhe që mos e dëgjosh. Kur jenë makinën tënde, mos hap muzikë më vëlla. Hap Kur'anin familjar dhe dëgjoje, se quhet bojkotim dhe merr gjuna. Prej bojkotimeve, prej largimit nga Kur'ani, është edhe mos leximi i tij, edhe mos meditimi i tij, edhe mos shërimi me të. Po pasha Allahun, në kohë profetit sallallahu alaihi wasallam, nëse keni dëgjuar, një mbret e kishte, ose një të parë në një populli e kishte pickuar një kafshë elmues apo një insekt elmues, një akrep. Dhe ky sahabiu i nderuar i knoi vetëm surën El-Fatiha, që ne versojmë themi, ne duhet të shkojmë në spital për herë. Shkon në spital, bëj ato. Po Kur'ani lexohet në një vetes ti? Subhanallah. Dhe sa i lexoj surën El-Fatiha, do të pas bindje, jo, ta provoj. Po më shuru mirë. Kur'ani nuk është për ta provuar. Kur'ani duhet të kesh bindje që me vërtet është ilaç. Siç i merr ato ilaçet në për farmaci dhe thua po do të shërohem, edhe me Kur'anin familjar çu do të mendosh. Ky sahabi kishte bindje se Allahu than Kur'an, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Nga Kur'ani ne thot Allahu zbresim atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Dhe jo besimtarëve nuk ushton asgjë tjetër përveç se dëshpërim, përveç se ngushtim. Pa për besimtar që ka shërim dhe mëshirë. Dhe ky sahabi duke qenë i bindur në këtë ajet Kur'ani, i lexoi këtij personi surën El-Fatiha. Ishte vogël sura El-Fatiha. Merr më pak se 1 minutë. Ama Allahu e shëroi këtë person që kishte pickuar krepi, e shëroi sikur të mos kishte pas asnjë lloj plage, pasha Zotin e Madh. Wallahi billahi tallahi, dhe ne dimë edhe raste të tjera të kësaj kohe. Këto nuk janë prava, janë hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por për ta përforcuar dhe për të bindur më shumë edhe në këtë kohë, tregonte njëri që subhanallahu alazim, doktorët e prisnin që të vdiste ky person, se kishte në momentet e fundit të jetës. Mirë, por nuk po vdiste. La ilaha illallah, nuk po vdiste. U habitën ata. Dhe i than një hoxh i tha fëmijëve të vet, i tha, lexoni Kur'anin babait tuaj. T'ia lexoj Allahu. Fillon të lexojnë Kur'an ata, ai nuk po vdiste. Fillon të lexojnë Kur'an ata, ai nuk po vdiste. U habitën. Dhe mas 3 ditësh mas i kishin lexuar Kur'anin nga fillimi deri në fund, vdiq ky person. Dhe i tha, dhe i pyet hoxha, thot, "Ore, si ka mundsi?" Edhe ata habitën, si ka mundsi, vdiq në ditën e tretë pasi përfundom gjithë hatmen e Kur'anit. A ka pas ndonjë gjë baba juaj të veçantë? Ka pas ndonjë diçka veçantë? Po tha, baba ynë lexonte Kur'anin, e bënte hatme çdo ditë. Subhanallah. A e kuptoni o vëllezër se njeriu po u lidh me Kur'anin nuk e jep dot shpirtin rahat pa Kur'an. Prandaj ky duke i lexuar Kur'an fëmijët e vet, ky vdiq rahat elhamdulillah. Po nuk po i dilte shpirti pa filluar Kur'anin, vallahi. Pa Kur'ani shërim o vëllezër, vallahi billahi tallahi. Dhe shumë raste të tjera na kanë treguar në këtë kohë, jo më para, në këtë shekull që jetojmë, në spital, raste të tjera, ati nuk po i punonin me ato pulset tamam. Sa i fillon të Kur'ani, fillon i pulset të lëvizni, la ilaha illallah. O vëllezër, ky Kur'an është përgëzues, është shërues. Kur'ani është fjala e Allahut, do ta kuptojmë mirë një herë. Është fjala e Allahut e zbritur tek ne. Allahu s'po na flet drejt për drejt, siç i ka thënë pejgamberëve, po na ka zbrit këtë libër që na udhëron me të. Është fjala e Allahut.
O shërë Allah të barë kjo të ala. A e dini si aji autori një libri që ka shkuar, e ka shkuar një libri, po ato fjalë të tjera janë, ka shkuar. Edhe Allah, është libri Allah, Kurani va më lartë. Ja ka zbritur Gjibrili dhe Gjibrili Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për të na treguar neve se duhet ecim as ti Kur'anit fa më lartë. Po pasha Allahun e madh. Wallahi, prandaj ti kthemi Kur'anit. Disa gjahila ignorant Kur'anin e përdorin vetëm për me lexuar në përvarre, në për xhenaze kështu më radh. La ilaha illallah. Ndërkohë që Allahu thot li yundhira man kana hayya. Thot ky Kur'an ka zbrit për çfarë? Për ta përgëzuar apo paralajmëruar atë që është i gjallë. Subhanallah. Pra ky Kur'an është për gjallët, jo për vdekurit. Ai vdekurit ti ani çai thu? Se ata që se kuptojnë Kur'anin nga arabishtja, po thjesht e lexojnë thonë, alhamdulillah, çfarë melodi e bukur po lexojmë të marr sevape. Po ta kuptoj atë kuptimin e atij Kur'anit, atij ajetit, ai thot subhanallah, po çfarë po bëjmë ne? Po bëjmë budalliqe? Sepse ai për shembull lexon ajetin e Kur'anit ku thot Allahu i madhëruar, li yundhira man kana hayya, i thot këtij vdekurit. Ky Kur'an ka zbritur për ta paralajmëruar të gjallit. I vdekur po dëgjon ty? Jo. Ky Kur'an thot aqimus salah, thot Allahu Kur'an, fal namazin, ti thot vdekurit, fal namazin Allah. Po i ka vdek. I thot jep zakatin Allah. Po çfarë do jep zakatin ai? Prandaj o vëllezër, shumica e hoxhallarëve më përpara që kanë qenë që i ka knu hatme të vdekurve, nuk e kanë ditë kuptimin e Kur'anit ata. Ata kanë ditë vetëm me lexu, por nuk e kanë kuptuar çfarë kupton ky Kur'an, se s'ka mundësi. Ta kuptonin, nuk ta lexonin vdekurve ata. Prandaj u përhap në kohë vjetra shumë që hatme, do ma bësh një hatme, ha? Do ma bësh një hatme, thoshte një mevlut për vdekmin tim e kështu me radhë, jepte lek hoxhës. Subhanallah. Se s'dinin ata. Po elhamdulillah këtë kohë është përhap dija pafund. Dhe ne e dim se çfarë do të thotë Kur'ani me lexu të vdekur, çfarë do të thotë? Do të thotë që ti të kesh ul në një nivel shumë të ulët. Do të thotë që ti e ke neglizhuar aq poshtë, aq ulët e ke ul Kur'anin, saqë thua nuk për mua s'ka dobi Kur'an. Pak të ti bëj dobi të vdekur, kështu thu. La ilaha illallah. Prandaj duhet me u kthy Allahu te baraka ve taala siç duhet. Se ky Kur'an është madhështor vallahi. Prandaj o vëllezër, këto ditë që kanë ngel, sa na ka ngel nga ky Ramazan? Na ka ngel edhe 14 ditë ose 13 ditë. Pasha Allahu në iku Ramazani. Prandaj këto ditë që kanë ngel, për hir të Allahut, mos të neglizhojmë më. Nëse nga fillimi i Ramazanit një faqe tek Kur'ani se ke lexu, hapet tash i ke shtëpia ato valla. Hapet tash i mas xhumas direkt. Lezo një faqe në ditë. Sa të mundesh lezo. Subhanallahu alazim. Ore, ky Kur'an nuk është diçka e lehtë. Nuk është një kanuni i lek dukazhinit. Kur'ani është libri i Allahut me vëlla. Ti kur të duhet me lexu ligjin e lek dukazhinit apo ta di unë apo çfarë do lloj ligji, do ta lexosh patjetër sepse thu, po se dita këtë ligj do më fuzin burg, do më dononin kështu me radhë. Po Kur'ani famëlar që paralajmëron nga xhehenemi, është më parë me lexu pra. Prandaj o vëllezër po ju këshilloj nga kjo hutbe e këtij minberi, t'ja kemi frikën Allahut. Si unë edhe juve ta lexojmë sa më shpesh Kur'anin famëlar, që të na bëhet pjesë e jetës tonë, saqë kur Allahu na mundsoj të arrim darkën, themi o sot kam lexuar Kur'anin? Jo, subhanallahu, kap Kur'anin shpejt, ta lexoj shpejt, se do më kap në një dënim i Allahut, do mirësitë e Allahut e kështu vazhdoj gjithë jetës vet. Allah na përmirësoft gjendjen, Allah na falë dhe na mëshiroft. Allah shpërblet më mira për durimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.